Një nxënës i klasës së 7 në shkollën Niket Dardani ka arritur të programojë një radar. Skënderlaj Trimi thotë se projekti ishte sfidues për të, por i ka hapur rrugë interesit për teknologjinë. Më shumë nga mami më mbështeti se për projektin, si ishte një projekt i vështirë, më hasën shumë probleme me kodimin, me mënyrën e strukturës së projektit, por në fund më ndihmoi mami dhe menaxhova që ta punonte. E kam shumë qejf, e kam pasur ka vite që më pëlqej shumë kodimi dhe e kam shumë pasion. Radari i krijuar nga Skënderlajdi, që u bë funksional nëpërmjet kodimit, lëviz në një kënd për 180 gradësh dhe mund të shërbejë si kontroll sistemi apo sinjal sigurie. Kjo është një ultrasonik radar, i cili është i programuar me kodin PDE, ndërsa kjo është një microservo, i cili rrotullohet nga 0 deri në 180 gradë. Ajo mund të shërbejë për shumë gjëra, si për shembull një sistem alarmi ose një sistem për të fikur dhe të ndezur dritat automatikisht. Në këtë rrugë, si Çain pohon, ka patur mbështetjen e nënës së tij, e cila tregon se angazhimi në programim erdhi si një mjet për të larguar djalin e saj nga celulari. Duke parë që fëmijët e sotëm janë shumë të ndërlidhur me teknologjinë dhe së fundmi fusha e programimit të zhvilluar tej mase, jam përpjekur për t'ja përcuar dhe profesionin për ta shkëputur disi dhe nga telefonia. Është çështje dëshire, duhet të bëj atë çka ka dëshirë, jo se çfarë duam ne prindrit. Ne kërkojmë shumë angazhime dhe kemi shumë ëndra të parealizuara tonat dhe të realizuara që duam të shikojmë tek fëmijët. Unë shikoj që ai e ka me dëshirë dhe prandaj po investojmë si në kohë dhe nga pjesa financiare për t'ja ushqyer dhe të dalë diku në një profesion që në fund të ditës ta bëj me dëshirë. E pyetur se si e mësoi që Skënderlajdi ishte i apasionuar pas teknologjisë, ajo nda një histori interesante. Para 3 ose 4 vitesh më bëri një më saktë, nëpërmjet gjuhës së programimit të HTML-s, më kërkoi për t'i blerë diçka online nëpërmjet kartës së kreditit dhe më tha që ishte 0 euro. Ndërkohë ajo ishte modifikuar nga ana e tij dhe aty kuptova që mund ta përdor dhe për t'ia ushqyer dhe për t'ia rritur për të ardhmen. Skënderlajdi tashmë planifikon projekte të tjera, si një shkop inteligjent për personat me probleme shikimi, ndërsa në të ardhmen synon të fokusohet në cyber security.